Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun jalla wa ala falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa begatit dhe lavdatat e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozur kemi folur gjatë disa ligjëratave me radhë për disa vlera të Kur'anit, të cilat padyshim se e motivojnë dhe stimulojnë çdo besimtar që të ketë raporte shumë më të mira, më të ngushta, më praktike me librin e Allahut xhalla xhelalu. Andaj kemi folur për mësimin, kemi folur për leximin dhe aspekte tjera që kanë të bëjnë me vlerat e këtij Kur'ani. Dhe padyshim se njëra prej lidhjeve më të ngushta të besimtarit me Kur'anin është edhe të punuarit me këtë libër. Nga se tek e fundit edhe leximi i tij, edhe meditimi i tij, edhe mësimi i tij dhe çdo gjë që ka të bëjë me këtë Kur'an kanë për qëllim që neve të na lëvizin drejt praktikave dhe zbatimeve të urnave dhe mësimeve dhe porosive që Zoti xhallahu ala i ka përmbledhur në Kur'an. Krahas asaj që ne e dimë se duhet të punojmë me Kur'an, dhe kjo është njohuri e përgjithshme që çdo musliman e din, është mirë që t'i përmendim disa dobi dhe vlera që i korrim dhe mundësi të mëdha që i arrijm në qoftë se ne punojmë me Kur'an. Realisht, çka nëse na punojmë me Kur'an? Dhe para kësaj, çka nënkupton me punu me Kur'an? Kur themi duhet me punu me Kur'an, çka nënkupton kjo? Dhe pas kësaj, çfarë na sjell neve puna me Kur'an? Kjo është ajo që do të munduna sot shkurt me përmend inshallah në kuadër të kësaj ligjërate. Fillimisht Allahu xhallahu ala në shumë vende në Kur'an përmend në mënyrë urdhërore, do të thotë se ne duhet të punojmë me Kur'an, duhet të ndjekim praktikisht mësimet e këtij libri që Zoti xhallahu ala na ndroi me të. Një nga ato ajete është ajeti në surën Al-A'raf, ku Allahu xhallahu ala thotë ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allahu xhallahu ala thot ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ndiqeni, pasojeni dhe punoni sipas asaj që u zbriti Zoti juve. Dhe mos ndiqni tjetër pos këtij. Sa pak meditoni. Do të thotë çfarë kupton kjo? Do të thotë po që nëse meditoni më tepër dhe bëni krahasime, do t'ju del qartas vlera e Kur'anit dhe mësimeve dhe udhëzimeve të Kur'anit ndaj çdo libri tjetër. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërrua praktikisht pa shku fare tek mësimet e pejgamberit alayhi salam, jeta e tij dhe praktika e tij ishte Kur'an. Prandaj Aisha radhiyallahu ta'ala an kur u pyet për këtë gjë, tha kana khuluquhu al-Quran. Tha morali sjellja e tij ishte pikërisht Kurani. Lexonin Kur'an çfarë gjeni dhe atë do e gjeni në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Andaj ishte shembull praktik i asaj që Allahu xhallahu ala zbriti në Kur'an atë. E kur bie fjala për kuptimin e të punuarit me Kur'an, çka nuk kupton kjo? Do thotë kupton shumë gjëra, duhet i përmend dy pyetje këtu. Njeriu punon, do të thotë apo puna tek njeriu përfshihet përmes tre gjymtyrëve. Zemra punon, gjuha punon dhe gjymtyrët punojnë. Andaj duhet zemra të punon me Kur'an. Cila është puna e zemrës me Kur'an? Të vërtetuarit e tërë asaj që ka në Kur'an. Krejt që ka arë në Kur'an, qoftë informata, lajme, dispozita, regula, duhet me e vërtetu me bindje nga zemra se është e vërtet dhe është e sakt dhe është e drejt. Allahu xhallahu ala thot wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Janë plotësuar dhe kanë arritur kulmin
fjalët e Allahut, sidqan në vërtetësi wa adlan dhe drejtësi. Prandaj të pranuarit e kësaj fillimisht është obligim me zemër. Dhe kur zemra gjitha këto i pranon dhe i vërteton, kjo është puna e saj. Prandaj puna me Kur'an fillimisht fillon nga zemra, duke vërtetuar tëra që Zoti xhelal e ka pranuar në Kur'an. Gjua duhet punon me Kur'an, duke fol, duke shpreh, madje duke vërtetuar publikisht atë që Zoti ka kërkuar për neve. Kjo është puna e gjuhës. Dhe gjymtyrët të ndjekin ato mësime dhe udhëzime që Zoti xhallahu ka kërkuar për neve. Dhe në këtë mënyrë e tërë qenia jonë të jetë aktivizuar në ndjekjen e mësimeve të Kur'anit. Kjo është ajo që nënkupton puna me Kur'an. Ka disa njerëz nënkuptojnë kur themi të punuar me Kur'an, e marrin një aspekt të ngushtë të kësaj, gjykimi me Kur'an. Dhe pastaj presin nga tjetër me gjyku me këtë Kur'an, dikush tjetër. Nëse harron vetveten e tij përballë kërkesave të Kur'anit për të me punu me Kur'an apo. Ne para se me kërku nga dikush tjetër me punu me të, ne duhet punojmë me të. Individualisht çdo kush i cili do të ka besuar këtë libër dhe ka ndjek rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe puna me Kur'an tash ne kupton këto. Këto tre aspekte. Zemra të jetë e aktivizuar dhe të jetë e qetë dhe të jetë do të thotë e sigurt në tëra që Zoti xhallahu ka përmendur. Gjua, të lëviz, të flet me atë që Kur'ani e kërkon. Dhe gjua mos të vepron në të kundërt në asaj që Kur'ani e kërkon. Edhe gjymtyrët apo. Nëse ne punojmë me Kur'an në bazë të këtij kuptimi, dhe ne do të thotë ndjekim mësimin e Kur'anit, atëherë padyshim se mirësitë e Allahut ndaj neve do të jenë të panumërta. Mirësitë e Allahut do të jenë ndaj neve të panumërta, të shumta, nuk mund t'i numërojmë ne. Nëse të vetë dikush e çfarë dobi e ka me punën me Kur'an, fillimisht të ka sfiduar me dhon përgjigje është. Problemi ja ka dhënë këtë përgjigjen atë. Sa mirësi. Nuk ka mirësi në botë që Zoti e zbrat e që nuk është sebeb për të fjalë atij. Po ndu me vranë disa për ty në ato. Mirësia e parë e të punuarit me Kur'an të ndërruaz është udhëzimi. Çka nuk kupton udhëzimi? Në shumë situata njeriu mund të jetë i paudhëzuar, nuk din ka të janë banë, nuk din ka të shkon, nuk din ndoshta me i kuptu gjëra që ndodhin rreth tij, nuk din ti analizon. Shumë gjëra njeriu nuk i din. Shpesh gjinet përballë të kryqeve, mjegullave të caktuara, paqartësive të shumta. Dhe Allahu garanton se gjitha këto paqartësi, gjitha këto mjegulla, gjitha këto hamendje, gjitha këto huti, gjitha këto i tret Kur'ani dhe tregon rrugën e duhur, udhëzimin atë. Prandaj Allahu xhallahu thot hudan lil muttaqin. Kjo është udhëzim. Ka udhëzim, udhërfyes, ai që në situata të shumta, dhe kjo nuk është vetëm udhëzim i përgjithshëm, udhëzim në Islam, por udhëzim edhe brenda Islamit, udhëzim në shumë çështje të jetës tonë. Allahu xhallahu xhallahu thot në surën Az-Zumar në ajetin 17 dhe 18. Thot fabashshir ibad. Përgëzoj rabët e mi. Përgëzoj rabët e mi. Kush janë këta që duhet përgëzuar dhe me çka përgëzohen këta? Këto Allahu po urdhëron përgëzoj dhe po e mbyll ajetin me çka më i përgëzu. Do të këmë e përgëzu dhe për çka më e përgëzu. Këmë e përgëzu alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Përgëzoja të cilët yastami'una al-qawl, ndëgjojnë këtë fjalë, po jo ndëgjojnë e nin. Po istima është ndëgjim me përulje, ndëgjim me vëmendje. Ata që me vëmendje, me meditim, me pranit të zemrës dhe koncentrimit e ndëgjojnë këtë fjalë, këtë Kur'an. Fayattabi'una ahsana, dhe e pasojnë atë më të mirën që u dha Zoti. Kur'ani është më e mira. Përgëzoj këtë kategori të njerëzve, me çfarë? Ulaika alladhina hadahumullah wa hum ulul albab. Allahu thot, përgëzoj këta me çka?
se Allahu garanton se këta kom i udhëzua. Dhe udhëzimi dhe përgëzimi i udhëzimin këtë atë është i përgjithshëm. Gjithmonë, sa më afër Kuranit, gjithmonë jena më afër të i aqillojmë situata të ndryshme në jetën e kësaj bote. Dhe Allahu thotë gjithashtu nga vlera e të punuarit me Kur'an është wa hum ulul albab. Këta janë elita, këta janë intelektualët, këta janë të mëshëm, këta janë njerëz të dijshëm, ata të cilët e ndjekën dhe punojnë me këtë libër. Pra Allahu xhallahu ora përmend se këta janë të udhëzuarit dhe këta janë të mençurit. Prandaj ai që don mençuri, ai që don dije, ai që don arsye, ai që don udhëzim, po dyshim se merr dhe ka hise në gjitha këto në bazë të hisës që ka tek të punuarit me këtë libër. Gjithashtu për vlerave të punuarit me Kur'an dhe mirësive që Allah ne jep është mëshira. Do të mëshirohemi dhe bëhemi të mëshirshëm. Çdo do të thotë mundësi për të dënuar të punuarit me Kur'an largon. Do sa më tepër punojnë me Kur'an, më tepër i kputim mundësitë për të dënuar nga Zoti xhallahu ala, për të prirë nga idhrimi i tij. Dhe sa më tepër punojmë me Kur'an, më të mëshirshëm bëhemi mes vete dhe me të tjerë. Sa më tepër punojmë me Kur'an, do të thotë na largohet vrasësia, na largohet arroganca, na largohet dhuna, bëjmë më të butë dhe më të mëshirshëm. Pra në shikone pejgamberin alayhi salatu wasalam, ishte në kulmin e mëshirës. Pekamur këtë nga Kur'ani. Allahu e mësoi në Kur'an që të kështu. Ndjekja e Kur'anit të bëri të mëshirshëm. Prandaj subhanallahu sot kur folet për dhunën dhe folet për format e tjera të agresivitetit, e format e shumta të ekstremitetit, e format e shumta të do të dhuna së format të ndryshme, dhe mundohet me u lidh me librin e Allahu xhallahu ala. Kjo është lidhja më pa lidhje mundshme. Do në lidhja më pa lidhje mundshme është me lidh Kur'anin me dhunë. Nga se bardhësi i Kur'anit e ka qujtë Allahu wa ma arsalnake illa rahme. Shiko Allahu po të natë kemi dërgu rahmet. Dhe librin e tij Allah e ka qujtë rahme. Pra që shko mundësi pejti Kur'ani me dal aja që i bën njerëzve dëma që është e dhunshme kështu më radhë. Është e mundshme. Shiko Allahu xhallahu që ka thot apo në surën Al-An'am në ajetin 155, Allahu xhallahu thot: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Hadha kitabun anzalnahu mubarak. Allahu thot ne këtë libër e kemi zbrit mubarak. Çka mubarak? Mubarak është ai që mirësitë e tij dhe dobitë e tij janë aq të shumta, janë aq të numërta, sa që nuk mund është me i numëruar. Mubarak, bereqet. A ke po kur vjen bereqeti nuk mund me i numëruar tani sa të mirat i kia. Bereqeti e hub mundësinë e kalkulimit. Bereqeti e hub mundësinë e numërimit. Bereqeti mundson përjetim, ndërsa pa mundson numërim. Kjo bereqeti. Ndërsa humbja e bereqetit mundson numërim, din me ngjë një merr dy, mundson numërim, pa mundson përjetim atë. Që kjo është dallim mes asaj që ka bereqet dhe asaj që nuk ka bereqet. E ky libër është mubarak. Allah e ka, ky libër është mubarak. Nga gjithë anë të vjen bereqeti apo. Na kemi zbrit anzalnahu mubarak. Që kështu Allah e ka zbrit, mubarak e ka zbrit. Allah ja ka jap cilësinë e mirësisë librit të tij, s'ka kush ja merr apo. Allah ja ka dhënë. S'ka kush ja merr. Sot për shembull, ke po Allah xhaloi ka ndonë njerëz në raca. Ka njëri bardh, ka të zi, raca e kuqe, ka raca kështu. A ka kush i ndron këto raca? Pa mundshme është. A ka kush e ndron racën e dikujt? Se pa mundshme vëllai. Sa është e mundshme me mundu racat? Pa një racë nuk mund e menu njerëzit sot apo. Në qoftë se Allah i ka thonë Kur'anit libër i bereqetshëm,
Apo kush mund janë rënë këtij këtë cilësi? E pa mundshëm. Pa nuk mundën mu kufizu, nuk mundën mu ngulfat mirësitë që i sjell Allahu xhallahu përmes këtij Kurani. Fattabi'u, Allahu thot, ndiqeni këtë Kur'an, punoni me ta, nga se kështu mëshiroheni. Nëse tani mëshirë, do edhe nga Allahu xhallahu ala mëshirë, edhe të siguroni nga dënimi dhe hidrimi i Allahut, në ndjekni të libri keni. Po edhe gjithashtu bëni të mëshirshëm. Bëni të mëshirshëm. Andaj sa na duhet sot rahmeti. Para mëna, o vëllezëruar, një libër i cili na ka mësuar. Do pejgamberi na ka thënë këtë, po me shpallje u kon kjo. Një libër i cili na mëson se një gru ka hyrë në xhehenem për shkak të një mace. Atëra a është libër i dhunës e i rahmetit të Allahut? Një grusja ka falë Allahu gjunahet e jo thjeshta, gjunahet e pandershmërisë, gjunahet e amoralitetit ja ka falë pse e ka shpëtu një qenë nga ngordhja për etjes, i ka unë ujë me pija. E qëfara kjo libër pa të harapë? Në qofë se me mace, me qenë, do të thotë në mësën me qenë, të mshirëshëm, me dëbutet, kujdesshëm, e mbi këtë me kresat e Allahu xhallahu me njerin e me zvete, po kjo ngurësi e zemrave të njerëzve, kjo humbje dhe mshmërisë fatkeqësisht, kjo humbje ndjenjeve për një tjetrin, ka ardhur pikërisht për shkak se njerëz nuk i ndjekin mësimet e Kuranit. Prandaj ka ardhur në shprehje dhuna, ka ardhur në shprehje agresiviteti, ka ardhur në shprehje zilia, ka ardhur në shprehje inati e shumë tjera, për shkak se nuk ndjeket libri Allahu xhallahu. Andaj nga mirësitë e ndjekjes së Kuranit dhe nga mirësitë e të punuar me Kur'an është Allahu na mëshiron. E Allahu më të mëshiroj. Dhe ndëruar, do nuk di me ta shpjegoj tani sa mirë bëhet puna jote. Unë nuk di me të kallëzu sa mirë bëhet. Veç një ilustrim i shkurt për këtë. Allahu xhalla xhelaluhu një hisë të kësaj mëshire apo. Jo krejt rahmetin, jo kjo, shumë kjo. Në qofë se e ndajmë rahmetin Allahut në 100 pjesë e ndajmë. Vetëm një pjesë e këti rahmeti ka zbit në tokë. Veç një ka zbit në tokë dhe si pasoj e këti rahmeti, do të pjesë e 100 e rahmetit, në qofë se e ka prejkë tokën, qëfar ka bu në tokë? Ka bërë që, do të thotë, e gërsira, më e egrë në tokë, kafshët, më dhëmshkyse në tokë, apo, ato shputat goditëse që i kanë, me përgëdhel me të dvoglën e vetë aftën. Edhe këtyre e gërsirave, kër i ka prejkë rahmeti Allahut, shika, në raport me dikan, i ka bo bajgit mëshirshëm aftën. Nonën sa ka bo të mëshirshme, babën sa ka bo të mëshirshëm, prindrit, sa e mëshirshëm aftën. S'mush me përmend ti rahmetin e prindve ka kufi që kaq. Dhe që to, ma soj s'ka, s'une kufizan të jepën. Rahmetin e prindve aftën. S'mush me kufizu ndaj fëmijëve tyne, sa është i madh aftën. E ky rahmeti i prindve është një pjesë e kësaj një pjesë që pjesa e 100. Nëse Allahu po thotë, ndiqni këtë Kur'an, Allahu i mëshiron. E këtu i mëshiron s'po përmend sa tani, a 1, a 2, a 5. Po është një nga e me të prek, nuk të vijë dënimi, nuk të vijë dënimi nga asë një anat. Gjithashtu prej mirësive të këti Kurani të ndërëve dhe të punuarit me te, nga mirësit e të punuarit me Kurani është se Allahu garanton shpëtim në dunjojnë ahirat. Qëfar shpëtimi? Po qëfar shpëtimi bëtë fjallë? Shpëtim në garanton Allahu xhallahu ala nga të gjitha devijimet, lajthitjet, mashtrimet e shumta që ndodhin në dunja, Allahu garanton se ai që kapet për Kur'an dhe punon me Kur'an ruhet nga gjitha, i shpëtuar është nga këto lajthitje, i shpëtuar është nga këto humnera, i shpëtuar është nga këto devijime, i shpëtuar është nga përfundimi çfarë lloj qorsakaku apo humbje qoftë këtë botë. Allahu e ruan përmes të Kur'anit. Dhe i shpëtuar është ditë e gjykimit nga çfarë do lloj rreziku, nga çfarë do lloj ngjarje të mërshme, e frekshme, dënimi i ndryshëm që i pret njerëz në ahiret.
Allahu xhallahu ala në surën A'raf në ajetin 157 thot: "Falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Allahu xhallahu ala thot: "Falladhina amanu bihi", ata që kanë besu në këtë pejgamber, amanu bihi, wa 'azzaruhu, dhe e kanë përkra, wa nasaruhu, dhe e kanë ndihmu. E kanë ndihmu këtë pejgamber, edhe e kanë përkra. Wattaba'u an-nur, dhe e kanë ndjek nurin, Kur'anin, kanë punu me këtë libër që Allahu ka zbrit. Allahu thot: "Ulaika humul muflihun", këta janë të shpëtuarit. Allahu garanton se këta kanë shpëtuar. Gjithashtu nga mirësitë e të punuar me Kur'an të ndërlozur është se Allahu xhallahu ala ata që punojnë me Kur'an, Allahu te bareke ve teala u afshin gjunahet, i pastron dhe u përmirëson gjendjen. Fjala e Allahut për këtë është garanca më e mirë. Në surën Muhammed, Allahu xhallahu ala thot: "Walladhina amanu wa amilu s-salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Allahu xhallahu ala thot: ata të cilët kanë besu, kanë bërë vepra të mira dhe i kanë besu asaj që i ka zbrit Muhammedit, dhe ajo është e vërteta nga Zoti i tyre. Kanë besu, jo besim fjalë goje, po besimi është fjalë edhe vepër. Prandaj kur Allah thotë kanë besu, nuk kupton veç po i besoj. Besim që shoqërohet me praktik. E ata që kështu kanë besu me këtë lloj kualitetit besimit, Allahu thot: "Kaffara anhum sayyi'atihim", ja fal Allahu gjunahet, wa aslaha balahum, edhe u përmirëson gjendjen. Ata që punojnë me Kur'an, ja përmirëson Allahu gjendjen shpirtërore. Ata që punojnë me Kur'an, ja përmirëson Allahu xhallahu ala gjendjen ekonomike. Ata që punojnë me Kur'an, ja përmirëson Allahu gjendjen shëndetësore. Ata që punojnë me Kur'an, ja përmirëson Allahu këtë gjendjen që ka ai që ka nevojë. Ja përmirëson gjendjen familjare, gjendjen shoqërore. Të gjitha i përmirëson Allahu xhallahu ala nëse ndiqet kjo dritë që Zoti xhallahu xhelaluhu do thot ja zbriti. Dhe gjithashtu do thot Allahu ja përmirëson edukatën dhe sjelljen që shumë kemi nevojë në këtë aspekt më përmend. Dhe në këtë aspekt më përmirësu duatëm. Nga se sikur që e fillova dhe po e mbaroj, kur është pyet Aisha radhiyallahu ta'ala për edukatën e pejgamberit alayhis salam. E kanë pyet Aisha si ishte sjellja e pejgamberit alayhis salam. Tash ai mund me kallzu ishte kështu gata kjo punë. Shkurt, kana khuluquhu al-Quran. Shumë shkurt. Sjellja, edukata e tij ishte Kurani. Lexoni për virtytet, sjelljen, edukatën e njerit mirë në Kur'an e çfarë ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këtë çoroditë dhe shturje morale të sotshme, këtë mungesë të edukatës dhe mirësjelljes sot që është në raport me të vjetrit, me prindër, me mësuesin, ka humbur edukata fatkeqësisht më së madhe. Dhe kjo humbje e kësaj edukate, kjo gjendje kritike në këtë rrafsh, vështirë është më u përmirësu me diçka tjetër, përveç se me këtë që Zoti po thotë. Ndiqeni këtë Kur'an, aslaha balahum. Allahu a përmirëson gjendjen. Dhe kur thotë u a përmirëson gjendjen, në kupton krejt ato aspekte të kësaj jete që keni nevojë me i përmirësu, mos u lodhni me punë tjera. Mos u lodhni me rrugë tjera. U a përmirëson Allahu xhallahu ala nëse jo punoni me këtë libër afat. Puna me Kur'an është garancë për të përmirësuar individi. Puna me Kur'an është garancë për të përmirësuar gjendje e familjeve tona sot. Puna me Kur'an është garancë për të përmirësuar gjendje e shoqërisë në përgjithësi, e njerëzve në përgjithësi, e kështu me radhë. E mirësi tjera të shumë të thotë i sjell puna me Kur'an, e që të gjithë këtu që i përmena se s'lan veti ka shtjellime, shpjegime të shumta që kanë nevojë të thuhen në mënyrë të detajzuar për të kuptuar, do të thotë gjithë përfshirjen e mirësive që na vijnë nëse ne punojmë me këtë Kur'an, e bëjmë udhërrëfyesin ton dhe atë që Zoti ka kërkuar ta vërtetojmë, e vërtetojmë. Atë që ka kërkuar Allahu për ne të besojmë, e besojmë, dhe atë që ka kërkuar ta punojmë, dhe nga atë që ka kërkuar të largohemi, të largohemi. Kjo është qëndrimi i besimtarit ndaj librit të Allahu xhallahu ala. Kur kjo ndodh, thash na vjen udhëzimi
e na vije mëshira, e na vije shpëtimi, e na vije falja mëkateve, e përmirësimi i gjendjes, e shumë të mira tjera që na i sjell puna me Kur'an. Allah na bëf nga ata që e lexojnë këtë libër, e kuptojnë këtë libër, e meditojnë këtë libër, dhe Allah na bëf nga ata që e ndjekin këtë libër dhe punojnë sipas asaj që Zoti ka kërkuar prej tyre, dhe na bëft Allah nga bartësit e Kur'anit në këtë dunjë dhe nga ata që ndriçohen me dritën e tij nesër ditën e gjykimit. Allah e shpëlojë me kaq për dhofun, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathira.